Akuza kriminale ndaj Olta Gigjari. Donte të më ndalonte në Shqipëri. Lufta ndodhi kur fikeshin kamerat. Milajmi plas bomben. Gazetari dhe ish opinionisti i Big Brother VIP Kosova, Milajm Zeka, ka plasur bombën duke zbuluar deta e tronditse nga prapaskenat e sezonit të kaluar, që përfshin aktoren Olta Gigjari. Në një intervistë të fundit për Prive, Zeka zbuloi se përplasjet me Oltën, të cilat publiku i shite live gjatë transmetimeve, ishin vetëm maja e icebergut. Sipas tij, lufta e vërtet dhe shumë e ashpër zhvillohej kur fikeshin kamera. Akuza për kërcënim dhe ndikim. Zeka hodhi një akuzë të rëndë ndaj aktores, duke deklaruar se ajo ka tentuar të përdorë ndikimin e saj kundër tij në mënyrë drastike. Jam i shokuar, më kërcënoi. Donte të më ndalonte në Shqipëri, pohoi ai, duke lënë të kuptohet se Gigjari tentoi ta pengonte atë nga udhëtimi në Shqipëri pas pjesëmarrjes së tij në emision. Për të theksuar gravitetin e situatës prapasken, Zeka bëri një paralelizëm të fortë. Po të ishte mashkull, do të ishte skandali më i madh në historinë e Bigut. Këto deklarata vinë në një kohë kur Olta Gigjari është kthyer zyrtarisht në ekran si opinioniste e Big Brother VIP Kosova 4. Deri më tani, aktoreja nuk ka reaguar ndaj akuzave të Milajm Zekës, duke shtuar kështu tensionin dhe duke lënë të hapur mundësinë e një përplasje të re publike mes tyre.